Përshëndetje, përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi në kanalin ton Monitor TV me mua Tirona Lilin, për të nisur dhe për të ndarë bashkarisht fillimisht një maratonën e gjatë, por edhe lajmet më të fundit që kanë të bëjnë rreth showbizit apo ngjarjeve publike. Ju uroj njëherë një të diel të bukur, një të diel festive. Zakonisht e diela është për të manifestuar javën, për të qetësuar shpirtin, për të pushuar trupin, për një javë të ngjeshur që na pret, për një javë dinamike, por edhe për të ndarë ngjarjet më të bukura. Dua të ndaloj tek Brikena Selmani. Sot do ta nisim ditën me dashuri. Sot do ta nisim ditën me pozitivitet, sot do ta nisim ditën me adrenalin. Brikena Selmani, natën e mbrëmshme, si çdo natë tjetër, ka shëndritur në Top Arena. Energjia e saj, pozitiviteti i saj, ajo fryma e bukur që Brikena di të fal tek populli shqiptar, çdo ditë më shumë bën për vete të gjithë ato njerëz të cilët e ndjekin, e duan, e mbështesin edhe e admirojnë. Dhe Brikena, çuditërisht, pa pritur edhe pa e mendu fare, natën e mbrëmshme mori një surprizë gjigande. Tani në Top Arena ishte Mateo ai i cili merrte surpriza, i cili surprizoheshte nga fansat e ndryshëm, domethënë me dhurata, me lule, me momente fantastike, nuk ishte Brikena ajo. Por këtë gjën Mateo dhe Brikena nuk është se e kanë parë si një lloj sfide, sepse Brikena di edhe ta pranon në fakt realitetin, po di edhe të jep atë energjinë e bukur për partnerin e saj. Dhe pikërisht Brikena natën e mbrëmshme, pas përfundimit të Top Arenës, gjatë kohës kur Brikena udhtonte në destinacionin ku ajo është duke qëndruar, është duke pushuar gjatë kohës kur është në Tiranë, sepse jo çdo ditë udhton për në Tiranë dhe Prishtinë, nga që nuk e ka në Leverdi, por është edhe e lodhshme. Brikena mori një surprizë. Një surprizë që nuk e priste në fakt, që fansat e saj do të bënin gjithë atë surprizë të madhe që Brikena do të befasoheshte. Në mes të rrugës, shkruajtur me balona dhe dhurata e buketa trëndafilash, ishte momenti që Brikenës ja ndryshoi energjinë dhe i dha një energji të re. Në fakt unë i preferoj pafund, seriozisht i preferoj pafund këto lloj surprizash që njerëzit të tjerët bëjnë për personazhe të ndryshëm, sepse nuk ka më bukur se sa të surprizosh dikë dhe të jetë i kënaqur në fakt nga surpriza jote. Unë dua të ndaj një moment me ju, t'ju sjell këto surpriza të bukura që vetë Brikena i ka ndarë në Instagramin e saj, momentet e para se si Brikena i ka pritur këto surpriza, se si Brikena i ka shijuar dhe çfarë Brikena ka thënë e ka ndjerë pas këtyre surprizave dhe më pas do të ritakohemi sërish për t'i komentuar edhe më gjërë. No. Dua Ju i ndoqët videot, janë video shumë të bukura, do me thënë unë pash një Brikena pozitive, pash një Brikena me energji të mirë, Brikena tashmë i ka hapur ato dyert e zemrës së saj për suksesin. Nuk mund të themi që është një moderatore e dobët, që nga dita e parë deri në ditën ku jemi sot, Brikena ka ndryshuar rrënjësisht, është profesionalizuar më shumë, ka punuar më së shumti në një farë mënyre me vetbesimin e saj dhe ka arritur që të gëzoj dhe të merr këto suksese që di të merr vetëm Brikena. Do me thënë, e shijon pafund suksesin e saj, armë me cila Brikena e fitoi që në Big Brother. Brikena ka shkruar xheloza plasni.
Do me thënë, kjo tregon që ajo për brenda vetes së saj ndjen një lloj armiqësie shumë të madhe që ndoshta edhe është ngritur në këmbë për ta dëmtuar imazhin e Brikenës, për ta gjuajtur në tokë imazhin e Brikenës, për ta ulur imazhin e Brikenës dhe është më se normale që në një famë që ka Brikena, në një dashuri që ka Brikena, në një respekt që Brikena merr nga të gjithë fansat shqiptar, është më se normale që urrejtja, inati, mlefi të jetë kaq prezent. Ne çuditërisht, domethënë, e kam thënë gjithmonë që e kemi shumë të vështirë t'i mbështesim dhe t'i duartrokasim, por njëkohësisht t'u japim edhe dorë njerëzve të cilët vërtet janë të suksesshëm, njerëzve të cilët vërtet dinë të bëjnë gjëra të bukura. Domethënë këtë e kemi pak problematike dhe kjo gjëja në fakt është një lloj momenti i shëmtuar që ne nuk duhet as pak domethënë ta duartrokasim. Brikena punon fuqishëm, do t'jetë prezente nëpër të gjitha epizodet të Top Arena, do t'jetë prezente pranë publikut shqiptar, por siç duket këto lule dhe kjo surprizë i dhuroi një energji shumë të mirë. Nuk mundem dot me thënë të drejtën pa e përfshirë Brikenën dhe Mateon kur flas për Brikenën, me pyetje të ndryshme që më vijnë nga publiku, Tiranë si mendon, a do të kemi një rikthim, a do të kemi një dashuri, a do të kemi një emocion. Unë me thënë të drejtën, vazhdoj ashtu siç unë kam qenë, duke mbështetur dashuritë, duke qëndruar pranë dashurive, duke i komentuar dashuritë dhe unë e shoh një Brikena që ka rinisur të bëhet e lumtur. Domethënë bazuar që në ditën e parë deri në ditën e sotme, Brikena ka ndryshuar pothuajse 360 shkallë, është shndruar në një Briken tjetër dhe mendoj që Brikena është vajza e cila do t'i thotë zemrës së saj edhe një herë po. Domethënë është shumë e madhe kjo gjë, edhe një herë po. Edhe një herë po për personin që ajo e ka në gjak, edhe një herë po për personin që ajo e ka në shpirt, edhe një herë po për njeriu që ajo e ka në zemër dhe kështu që e shoh Brikenën të gatshme për t'u rilidhur me Mateon. Unë të paktën e ndjej këtë. Por le t'ja lëm kohës, le ta shijon Brikena këtë surprizën, le ta jeton këtë surprizën dhe le ta kënaq veten sepse nuk ka më bukur se sa të marrësh vlerësimin e njerëzve të cilët të duan pafund. Unë përfund dua t'ju sjell edhe një herë momentet e bukura të Brikenës. No. Je dois